Po nala edhe pak, se s'po du me dalë veç edhe pak prej bigut edhe prej familjes, përveç Gresës, po më intereson shumë edhe qëndrimi dhe mendimi prindërve masi doli prej bigut për deklaratën tonë rreth orientimit tonë seksual. Është një temë. A e kanë ditë para se me hinë bik? U ka një farë diskutimi, po një farë refuzimi për me... Pranu? Për me pranu, për me folë ma shumë. Okej. Ma shumë është ideja për me folë, po tani unë nuk e fajsoj që ta. Se a dyqysh, me kanë që motrat e mi ose vlaznit e me, ka një farë raporti që kanë folë me prind për jetën e tyne private e seksuale, isha një ma keq. E vërtet. Po kjo nuk ka të bëj me orientimin seksual, kjo ka të bëj me që të parë idejën e mrena familjes të na që është që prind nuk folin me fëmijët e tyne për jetën seksuale. Dhe me thënë, ose për çfarë po ndjen ose kam pedon ose diçka të tillë. Kështu që unë për shkak as nuk i gjykoj shumë, mendoj që është një temë që nuk do me folë se ose nuk dihet çfarë po thojnë ose çfarë po thu ti, po në çet kontekst është shoh që do të s'ke nevojë me poshtë me shty. Për disa ekziston dashnia, për disa ekziston kujdesi, edhe është gjithçka në rregull. Kështu që unë edhe po e shkon mirë që mrena familjes kosovare me anis me u fol ma shumë. Jo me lanë shumica e seneve që ndodhen sa të grave dhe qikave prej ngacmimeve në rrugë. Për shembull, qikat në Kosovë dhe mësu nana dhe baba se çka është e tepërt. Shumë qika nuk e din që kur dikush i prek është ngacmim. Se nuk e mëson, apo kupton. Derisa të vjen tani ose kur dikush i ofron një diçka se do të më eduku prej prindve. Ose shumica e qikave sot hyjnë për lidhje shumë toksike, përfundojnë të dënume, për shkak që nuk kanë folë me babën e me nanën se ç'është është raporti. Po gjithashtu edhe ç'është kanë pa raportin e prindve që janë shumica gjenerate është që kjo raport që nuk ka dashni, për shembull mungesa dashniste të na. E kam pas bërë një podcast për pse vjen tepër zë me thonë të dua. Po është se thuhet shumë të na. Se ti nuk e nin. Ose nuk e... Nuk folet të na, nuk thuhet të dua. Nuk është pjesë e përditshmërisë. Dhe më thonë, tani ma letë më vjen me thonë I love you për shembull. Se tani çata e kum ni si formë të shprehjes së dashnisë. Shumicën e seneve që na i kena në Shqip nuk folen, që mendoj që është shumë keq. Ose për shembull kur se ke pati prind të u puth. Tani për shtatë tani te ki kanali kur ka pas ndaj tani te ki dhe problem kur je moshën, kur je teenager, apo nuk e din ç'është mos sill në raport se është diçka jashtë që se ke pa kur. Jashtë atyne që i ke mësu ose i ke pa. Po, ose edhe djemt të na nuk jam mësu me foles me babën as me nanën për mënyrën se ç'është të mirë qas, se me shprej dashnin. Shohin për shembull të baballarët e tyne që është shpreha e dashnisë është çfarë di me ti më kujdes për çat çik. A kupton? E nuk është qaj ama. Po. A ndrun qasjen kur dole? Ja, as pak. Qasjen për pozitive, po thamë. Me komuniku, me munal me ullë, me të folë, me të kuptu ma shumë, me ditë pak ma shumë për këtë punë. Jo. Nuk e ndrun? Jo, se zakonisht i kapi që farë euforia e famës e sene. Okej. Po, tash do me thonë nana ke mbajt pejes. Po? Edhe kur u këty tha a disa njëri më ka thonë, më ka folë. O, zot. Aje kanë tje, po. Dhe me thonë, në qaj edhe, i bënë pak ma mirë, kështu folin, po edhe njëherë po thonë, dhe mënë, për disa nuk është që e kanë qatë, po. Nuk është që është e raport me folë me. Që trajtohet ma djenjësisht, kështu.